qeverisë kalume të zotit Kurtit nuk don me fol. Para gjykate duhet me fol mreti edhe i biri mretit. Shefi i inteligjencës edhe shefi i ushtrisë. Nuk ka para gjykate konfidencë, nuk ka sekrete, sepse sekretet gjykata ka të drejtë me kërku deklasifikim dhe përdorim të tyne me zbardh faktet. Kryeministri Kurti është kërku në cilësinë e dëshmitarit dhe nuk ka shku në gjykatë, është denu 2 herë me 200, s'po di herë, kjo është kotësirë, dhe në këtë situatë, zoti Gashi në këtë studio, po e dizajnu me pak më ndryshe, ka pas thonë që nuk duhet me shku, sepse duhet me bojkotu sistemin e drejtësisë. A mendon si deputet tash njësoj? Gash? E para, unë nuk kom thonë që duhet me bojkotu, po kjo është jo, që kom vidon që duhet ujtu ne. Do mos se zoti Matoshi nuk del me rajt në studio. Ku du shtë alëshoj vidon? Edhe njerë. Që thu, duhet me bojkotu sistemin që s'ka konkuru, që shtu e thot bile fjallë për fjallë, literalisht. Gash përgjigje. Situata është mjaft e ndërlikuar me sistemin tonë të drejtësisë. Për që drejtësia në Kosovë është pa konkurueshme. Edhe mas 6 vjetëve qeverisit Albin Kurtit? Po ai krye prokuror s'ka konkuru as krye gjykatës. S'ka qenë krye prokuror. Po kupton. As s'ka konkuru, edhe kundër atyre që kanë konkuru. Jo ndërtoi ka bosh edhe parulla këto zoti Sadiku. Leta e përgjigje. Ky alo të fol kalumen për 20 vjet të shkatërimit. Ky sot do na thon sot çka ka me pyetja jame këtë çka ka me bosh sot. Matoshi, dëgjoje tani. Mos i ndërhy. Urdhro Gash. Prokuroria në rastin e rezervave shtetërore sot e ka pas ministrin e detyrë pas seancën dhe nuk di çka kanë folë se nuk u kanë hapur më duket dhe është çështje që është në vazhdim. Nuk dua ta paragjykoj fajsin apo pa fajsin të ministrës. Nuk jam për mja bo gjyqin këto. Absolutisht. Jepe përgjigje shpejt se shkojmë me pyetjen e shkurtër. Përsa e përket Albin Kurtit, shkuarjes së mos shkuarjes, kemi prononcim të Albin Kurtit? Që në letë vinë, nuk është jashtë procedurës që nuk e ka një mirrej ati ku të shkojnë prokurorët. Asë s'ka thonë që nuk e një autoritetin. E fundit. Dhe e fundit, zoti Sadiku, se e fillimit ishte, po duhet me abot fundit. Në kryeministri. Ja, tash, po privon, që ai po vazhdon me ligjeu. Ai kushtrim. Ai po vazhdon me ligjeu. Çka konkretisht, urdhro, çka ke tjetër? Zoti Gashi, unë të thash që ti deputet i zgjedhur. Nuk e ki verifiku mandatin. A kimi që dorën për verifikimin e mandateve të listës sërbska? Qysh jo. Una? Po pse shka me bërë? Thuje ma të modhe të letnin publiku. Po përzin mu, po është detalj këti parënësishëm. A kime me votu? A kime që dorën? Po shka në kupton kjo?